Një rast konkret është që lidhet me regionin e juaj është rasti i ishtrave që kemi gjetë liçeni i Livoqës. Isha prokurori 2 vite sa kisha fillu krimet e luftës, qytetarët njoftojnë policinë dhe kjo është veprim i duhur. Qytetarët sa po të gjejnë ishtra pa marrë parasysh origjinën e tyre, duhet ta njoftojnë policinë. Dhe ata kështu kanë bërë, kanë njoftuar policinë e Gjilanit fillimisht, policia e Gjilanit ka njoftuar policinë e Prishtinë, që është njësi e specializuar. Ne në Ferizaj e patëm rastin, fal që po ndërprej, ku njëri ka lajmëruar komunën kur ka gjetur. Ka njoftuar komunën. Pse mos me lajmëruar komunën? Sepse siç e pat, informacioni ka mbetë në komunë. Nuk ka vazhduar atje. Prandaj opsioni më i mirë i mundshëm është Policia e Kosovës dhe Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur. Këto janë 2 adresat më të sigurta ku informacioni juaj nuk mbetet thjeshtje, por vjen deri në qendër që është zyra jonë ose deri te gjyqtari për një urdhër. Prandaj është e rëndësishme që sa herë që në punën e juaj të përditshme identifikoni një asht, mos bëj ekspertat fushës me thojza, por njoftoni policinë. Në këtë rast, policia ka dalë me ngjarje, së bashku me të gjitha organet dhe me mjekësinë ligjore, kanë bërë ekzaminimin, kanë konstatuar që ishtrat nuk i takojnë periudhës së luftës në Kosovë, prandaj janë trajtuar në procedura tjera. Por që është me rëndësi, si informacion është trajtuar. Dhe ai lokacion tashmë është identifikuar si lokacion që një herë veç është kontrolluar. Ne kemi raste kur na duhet të për herë 2 dhe 3 dalim në të njëjtin lokacion, sepse informacionet vijnë tilla, siç e pat sot edhe në Ferizaj, pozicioni gjeografik nuk është i saktë, mund të jetë shumë i gjerë dhe prandaj duhet të kontrollojmë 3-4 herë në të njëjtin lokacion me qëllim që të jemi sigurt nëse është ekshumuar mjaftueshëm ose jo. Sa i përket personave të cilët e kanë kryer veprën penale, edhe në regionin e Gjilanit, sikur në çdo region tjetër, ne jemi duke punuar intensivisht. Tashmë për regionin juaj kemi ngritur 2 aktakuza, cilat janë në mungesë dhe kemi një aktakuz me 4 persona cilat është me prezencën e tyre që janë në gjykim e sipër. Fokusi jonë është te identifikimi i personave që janë kryes të drejtë për drejtë, kushdo që ka kryer vrasjen, dëbimin, shkatrimin e tjera. Nëse nuk arrim me pas sukses në këtë drejtim, pastaj ne fokusohemi te forma e përgjegjësisë që njihet përgjegjësia komanduese. Për shkak se e drejta ndërkombëtare ose me thënë thjesht konventat ndërkombëtare e një përgjegjësinë e komandantit për këtë veprimet që ka kryer ushtari i tij ose pjesëtari i tij. Dhe mbi bazën e kësaj përgjegjësie, që është një standard ndërkombëtar që ne e kemi zbuluar, ne mundohemi pastaj këto aktakuza ti parashtrojmë gjykat në këtë lloj përgjegjësie. Një hapësirë të mirë, na ka lehtësuar punën me thënë kështu direkt, është gjykimi në mungesë. Unë e di se ka diskutim gjerë në lidhur me këtë temë, po ajo që është më rëndësishme është që gjykimi në mungesë na ka kriju mundësi që ne me mbledh prova mjaftueshëm dhe në dy me identifiku emrat konkret të cilët dyshohen e ndaj cilëve ngrisim aktakuzë. Gjithmonë keni parasysh se personi është i pafajshëm derisa nuk shpallet një gjykim përfundimtar. Megjithatë, procedura është duke vazhduar.